Çfarë e bën vërtet një menaxher të shkëlqyer? A e keni menduar ndonjëherë? Përgjigja, në fakt, nuk është ndonjë magji, por është psikologji e pastër. E pra, sot do të zbërthejmë pikërisht këtë, paketën psikologjike të menaxherit. Kjo është një kuti me vegla, por me vegla praktike, të bazuara në shkencë që çdo lider mund t'i përdorë dhe efekti ndihet që ditën tjetër. Pra, ja si do ta ndërtojmë këtë paketë mjetësh sot. Do t'i hedhim një sy menaxhimit si aftësi, pastaj do të kalojmë tek veglat kryesore për sjelljen e përditshme. Më pas, flasim për ndërtimin e një ekipi të fortë, shohim disa teknika të avancuara influencë dhe qartësie dhe e mbyllim me idenë e disiplinës së përditshme. Jemi gati? Le t'ja nisim. Okej, përpara se të fillojmë të ndërtojmë, duhet të rrëzojmë diçka, një mit shumë të vjetër. Le të sfidojmë një ide që shumë prej nesh e kemi dëgjuar pafund për leadershipin. Ja ku është pyetja klasike, apo jo? Një menaxher i mirë lind i tillë apo bëhet? A është talenti lindur apo diçka që mësohet? Shumica prej nesh ndoshta anojmë nga ideja e talentit, por burimi që po analizojmë sot na ofron një këndvështrim krejt tjetër, dhe sinqerisht shumë optimist. Dhe përgjigja është kaq e thjeshtë dhe e fuqishme. Menaxhimi i njerëzve nuk është talent, është aftësi. Një aftësi që mësohet. Ky është themeli i gjithçkaje që do të flasim sot. Dhe kjo është do të thotë se nuk ka fare rëndësi se ku ndodhesh sot në këtë rrugtim. Me mjetet e duhura, me parimet psikologjike të provuara, kushdo mund të bëhet një menaxher shumë efektiv. Mirë. Pra, nëse pranojmë që menaxhimi është një aftësi që mësohet, atëre cilat janë mjetet e para që duhet fusim në çantën tonë? Le të fillojmë ato thelbësoret, veprimet e përditshme që, pa e kuptuar, formosojnë sjelljen e gjithë ekipit. Gjithçka fillon këtu, me 3 shtylla, në dukje të thjeshta, por jashtëzakonisht të fuqishme. Këto janë parimet që, po t'i zbatosh vazhdimisht, ndryshojnë totalisht dinamikën e një ekipi. Le t'i marrim me radhë, duke nisur me të parën. Mendojeni pak, kur dikush bën një punë të shkëlqyer dhe askush nuk thot asgjë, cili është mesazhi? Që ajo punë s'kishte vlerë, e thjeshtë. Por, kur vlerësimi vjen menjëherë dhe është specifik, truri ynë e regjistron menjëherë atë sjellje si diçka pozitive. Dhe çfarë ndodh? Ajo sjellje ka shumë më shumë gjase të përsëritet. Bëhet standard. Ky është mjeti më i thjeshtë, por ndoshta më efektiv për të rritur motivimin. Tani, ky është ndoshta mjeti më i vështirë nga të gjithë. Pse? Sepse kërkon vetdije totale për veten. Një ekip nuk do të bëjë kurrë atë që menaxheri thot, por do të bëjë gjithmonë atë që menaxheri bën. Kur fjalët dhe veprat nuk shkojnë bashk, krijohet ai që njihet si hendeku i besueshmërisë, dhe ai hendek është shumë i vështirë për të mbyllur. Kjo tabel e tregon fiks këtë gjë. Kur ka një shkëputje mes asaj që thuhet dhe asaj që bëhet, autoriteti fillon dhe gëryhet. Ekipi do të ndjejë gjithmonë shembullin, jo fjalimin. Konsistenca. Kjo është monedha me të cilën blihet besimi. Dhe kujdes, kur themi pasoja, nuk e kemi fjalën për ndëshkim. Absolutisht jo. E kemi fjalën për qartësi, sepse pa pasoja të qarta standardet nuk kanë asnjë kuptim. Performanca e mirë duhet të shpërblehet me më shumë besim, me më shumë autonomi. E neglizhenca duhet të adresohet të korrigjohet. Kur gjërat janë kaq të qarta dhe konsistente, ekipi e kupton shumë shpejt se cilat janë rregullat e lojës. Mirë, i mbuluam 3 mjetet kryesore të përditshme. Tani, le të bëjmë një hap pas, të zmadhojmë pak pamjen. Si ndikojnë këto veprime tek psikologjia e gjithë ekipit? Si e ndërtojmë një kulturë të fortë, reziliente? Le t'i shohim parimet. Ky është një nga konceptet më transformuese në psikologjinë moderne. Ekzistojnë 2 mënyra për ta parë botën. Njëri është mentaliteti i ngurtë. Ideja që aftësitë janë diçka fikse, ose e ke, ose se ke. Kjo krijon një frikë të tmerrshme nga dështimi. Por ka edhe një mënyrë tjetër, mentaliteti i zhvillimit. Kjo është besimi se aftësitë mund të zhvillohen me punë. Këtu dështimi nuk është fundi i botës, por është një informacion, një mundësi për t'u përmirësuar. Dhe kjo nxit kurajon dhe inovacionin. Le të flasim për vetë efikasitetin. Çfarë është? Është ai besimi i brendshëm, ajo zëri i vogël që thot unë mund t'ja dal. Mund ta mendojmë si motorin psikologjik të performancës. Dhe roli i menaxherit është si ai një mekaniku të mirë, ai e ushqen këtë motor. Si?
duke kujtuar sukseset e së shkuarës, duke dhënë sfida të vogla por të arritshme që ndërtojnë besimin hap pas hapi, kështu inkurajohet iniciativa. Tani, le të flasim për diçka thellësisht njerëzore, reciprocitetin. Është shumë e thjeshtë kur një menaxher është i drejtë mbështetës, sidomos kur gjërat vështirësohen, ekipi ndjen një lloj detyrimi të brendshëm për t'ia kthyer këtë me angazhim. Kujdes, kjo s'ka lidhje me favoritizimin, ka lidhje me ndërtimin e besimit të vërtet, afatgjat. Njerëzit do të bëjnë gjithmonë më shumë për liderët që i respektojnë si njerëz. Kjo është një rregull i artë, vërtet. Emocionet nuk menaxhohen dot me logjik. Në fakt, emocionet e injoruara nuk ikin, ato thjesht thartohen, përshkallëzojnë konfliktin. Pra, para se të kërcesh te zgjidhja, një menaxher i zgjuar bën një pauzë dhe thjesht pranon emocionin. Mjafton të thuash, e kuptoj që kjo është frustruese. Vetëm ky akt i vogël mund të çarmatos tensionin dhe të hap derën për të gjetur një zgjidhje bashk. Okej, deri tani kemi mjetet e përditshme dhe parimet për kulturën. Tani, le të kalojmë në një nivel tjetër. Do të shtojmë në paketën tonë disa mjete më të avancuara, më strategjike. Mjete që ndihmojnë për të ndikuar dhe për të udhëhequr me qartësi, sidomos kur situata bëhet e ndërlikuar. Ky parim psikologjik është kudo, e shohim çdo ditë. Për shembull, pse i lexojmë komentet e të tjerëve para se të blejmë diçka online? Sepse kur jemi në mëdyshje, ne shikojmë se çfarë po bëjnë të tjerët. Një menaxher i zgjuar e kupton dhe e përdor këtë. Në vend që të urdhëroj, bëjeni këtë, ai thot diçka si ekipi X e provoi këtë metodë dhe funksionoi shkëlqyeshëm. Kjo e bën ndryshimin të duket normal, i sigurt dhe ul menjëherë rezistencën. Kjo skem tregon një cikël psikologjik jashtëzakonisht të fuqishëm. Ja si funksionon. Kur një menaxher bën një premtim publik, qoftë edhe diçka e vogël si do t'ju kthej përgjigje deri të premten, ai sapo ka krijuar një tension psikologjik për veten. Trurit ton nuk i pëlqen të jetë jo konsistent. Pra, kur ai e mban premtimin, nuk ka mbyllur thjesht një detyrë, ai sapo ka forcuar autoritetin e tij të vërtet, atë që vjen nga besueshmëria. Paradoksi i zgjedhjes. Të gjithë e kemi provuar. Kur ke shumë opsione, çfarë ndodh? Paralizohesh. Nuk zgjedh më të mirën, por shpesh nuk zgjedh fare. Një menaxher efektiv e di këtë. Nuk vjen me 10 opsione, vjen me 2 ose 3 të menduara mirë. Kjo e bën vendimarrjen më të shpejtë, më të lehtë dhe me shumë më pak stres për të gjithë. Dhe kjo na çon në thelbin e autoritetit të vërtet. Titulli në organigram të jep pushtet, po, por nuk të jep autoritet. Autoriteti fitohet çdo ditë me kompetencë dhe konsistencë. Në momentin që një menaxher përdor justifikimin sepse kështu them unë, kjo është sinjali i parë që autoriteti i tij vërtet ka filluar të shembet. Mirë, po i afrohemi fundit. Le të lidhim të gjitha pikat dhe të nxjerrim mesazhin kryesor të gjithë kësaj qasjeje. Është shumë e rëndësishme ta theksojmë këtë. Qëllimi i këtyre mjeteve nuk është manipulimi. Absolutisht jo. Qëllimi është të ndërtohen struktura pune të shëndetshme, të krijohet një mjedis ku ka qartësi, konsistencë dhe respekt reciprok. Këto mjete shërbejnë për të ndërtuar diçka pozitive, diçka që zgjat. Dhe kjo na sjell tek ideja kryesore, më e rëndësishme nga të gjitha. Menaxhimi i mirë nuk është një rastësi, nuk është një ngjarje vetme, nuk ka asnjë formulë magjike, siç e thotë edhe citati. Është një disiplinë e përditshme, zbatimi i këtyre parimeve, pa u lodhur, ditë pas dite. Pra tani që paketa e mjeteve është e hapur para nesh, ka vetëm një pyetje të fundit. Cilin mjet do të zgjidhni për ta vënë në punë që nesër? Ndoshta për forcimin pozitiv? Apo do të fokusoheni te modelimi i sjelljes? Apo thjesht do të qartësoni një pasojë? Mjafton të zgjidhni vetëm një. Ky është hapi i parë.